Vazhdojnë, edhe pse e shohin që nuk kanë rezultat për qëllimet e tyre, qofshin personale, qofshin politike. Pra, ka njerëz që në mënyrë naive besojnë që vetëm nëpërmjet tij mund vinë një zgjidhje, sepse e asociojnë me fitoret e PD-s. Natyrisht Berisha ka qenë kryetari dhe duhet të asociuar me fitoret e PD-s, po duhet të asociuar dhe me humbjet e PD-s. Dhe PD ka humbur disa herë, ka humbur me Berishën kryeministër. Nuk fitoi dot tamam me Berishën kryeministër në 2009, në periudhën më të mirë. Pra të tregon kjo ka një konsum të madh dhe një pazotësi në rritje. Pra zotësitë e Berishës me atë çfarë kërkon shoqëria, sikur sa e thash, për mua është më i zoti që ka pas historia politike shqiptare, por zotësitë e tij nuk vlen më sot. Është si thua, të marrish një lojtar si Pele sot nuk do lumte dot me ato të dhënat atërshme. Absolutisht. Sepse shpejësia e lojës, skemat, taktikat, mënyra si trajtohet një sportist në mënyrë mjekësore njëri tjetrin, që atëherë ishte vetëm masazhator i ekipit, kishte njëri tjetër. Sot është një industri. Kjo ka komplet tjetër gjë. Dhe nuk mund vish me të njëjtat teknika, me të njëjtat zotësira të dikurshme. Fjalori, sjellja politike, frymëzimi, nuk mund të funksionojnë. Dikur funksiononin, sot jo. Funksionojnë akoma për ata që i rinë nga mbrapa, por nuk japin projekt PD-s. Pra Berisha i jep qëndrueshmëri PD-s, sa po thash, ju bëri mirë që hyri për të mbrojtur PD-n të territorin politik. Por nuk jep projekt. Është e shkuar, nuk bëhet e ardhme. Nuk mund të rigjirosh veten në këtë mënyrë. Ata që janë atje janë vetëm për këtë gjë, dhe nuk do ketë asnjëherë dinamik tjetër aty. Nuk ka për të pas dinamik, sepse çdo dinamik do sukses vetëm nëse ruan atë 500 mijë në kuotën. Po, 400, 300, 500, se edhe 500 nuk janë tamam. Unë e shoh në rrudhje. Dhe është rrudhur PD-ja. Kështu rezultatin e fundit të mirë, Partia Demokratike ka pasur në zgjedhjet e 2015-s, kur u pa nga populli si një proces ndryshimi. Basha u lexua si një lider i ri, kandidaturat që ne përzgjodhëm në bashkitë në atë kohë u lexuan si njerëz që e hapnin PD-n dhe ne kishim shumë kandidatura të mira. Unë po t'ja vetëm një shembull. Ne fituam Pogradecin, një qytet një rreth thellësisht i majt. Fituam Mallakastrën. Fituam Selenicën. Pa fituam prej kandidaturave. Vende tradicionalisht. Fituam Përmetin. PD-ja doli me 11%. Kryetari Niko Shupulli doli me 60%. Po njerëzit votuan Nikon. Njerëzit votuan Kaprin në Pogradec. Kaplanin në Mallakastrë. Nuk votuan PD-n. Si kishte këshillat asnjëri as tjetri. Ky është një ndryshim që perceptuan njerëzit atëherë dhe rezultati jon atëherë ka qenë më i miri dhe pastaj përfundoi keq. Në momentin që ne erdhëm ke çadra dhe të radikalizuam klimën, duke u kthyer nga i stili vjetrit bërit politik, me shpojani gomat, thyeni xhamat, nga këto, bllokoni rrugët. Bllokoni? Të kurëm shumë keq. Dole me 450.000 vota. Në 2017. Sa do u tentua me takticizma, digj mandate, mos hy në zgjedhje, pa shko me LSI-n, dil këtej, shko andej. Edhe në 2021-shin, ne nuk e rikuperuam. Ne vajtëm deri ke 600.000 vota. Që normalisht duhet me gjitha aleatët vetëm ke 600.000 vota. Pra, duke ecur dhe paradigma që mas 2 vjetësh ndrohet pushteti, pra psikozat kolektive, etj. Që mund ndikojnë 1%, 2% rezultatit. Nuk morëm. Dhe nga i moment, ne jemi vetëm në rënje. Pse është kjo? Ja, Berisha aty është. Më kujtohet një shprehje interesante, më ka treguar një mik. Kur Ferrari bleu Schumacherin si pilot, mundet zemra, duke mbajtur një leksion me studentët e Bokonit, që ishin pas universitar për tip PhD, i thotë, sot Ferrari nuk ka më justifikim, se ka marrë pilotin më të mirë. Në qoftë se nuk fitoni, bie që është problemi i Ferrarit. Dhe në rastin e PD-s, e paska atë që paska më të mirin dhe nuk fiton, atëherë është problemi që kjo PD nuk është parti që ka një dallim nga kompetitive. Dhe këtu lideri duhet të iki. Nuk duhet të ardhë, nuk duhet të kthy në drejtimin e PD-s. Por ju kthye për qëllimet e veta personale, politike, historike, etj. Besoj se fryma e fundit e politikës reale ishte kur Berisha krijoi Foltore. Në mos gaboj që shumë veta menduan që
Okej, në momentin e fundit do të bëj një gjest të fundit politik, të rihapi PD-n dhe të jetë president deri dhe t'ju lej rrugë të hapur të tjerëve, gjë që bëri që pjesa e fundit e atyre që vërtet janë lojtarë të formacionit të parë, do të thënë mund të t'japin fitoren, edhe u rikthyen aty. Në mos gaboj ke qenë edhe ti, apo jo? Unë kam qenë vetëm për ta denoncuar që kjo s'ka për të ndodhur. Okej. Pra, e dija shumë mirë sepse e kuptoja pse vinte. Unë doja ta denoncoja ke demokratët dhe e kam bërë thirrjen në stadium. Mos u kthen drejtimin e kësaj partie sepse i vret të ardhmë kësaj partie. Mirë pra, patë një farë shpresë që ti Berishës mund t'i ngrihej automati dhe thoshte ndoshta ky djali ka drejt, po hap krahun. Jo, tek ai vet unë vet nuk kam pas asnjëherë besim. Okej. E thash për ata që ishin atje, që kishin këtë besim që thatë, se kishte shumë miq të mi që më thonin eksakt. Ai e kuptoi që e prishi muhabetin me Lulin dhe tani do t'i bëj një korrigjim vetes. Dhe këtë ftesë ja bënin të demokratë në përreth, unë mund të pogradec, unë ngrit një miku im aty që ka qenë kryetar partie. Edhe doktor ti na i solle Lulin, tani ke përbosh ta heqësh dhe të na lësh të bëjmë partinë tonë. Po këtë të dytën nuk e dëgjoj Berisha, të parë vetëm se ai duaj. Unë kishte shumë njerëz që besonin këtë gjë. Eksakt. Unë vetë nuk e kam besuar asnjëherë sepse e njoh shumë mirë Berishën dhe dija që Berisha s'kishte ikur kurrë nga partia. Kurrë. Të gjitha vendimet në atë parti i ka marrë Berisha, nuk i ka marrë Basha. Flas për vendimet forta, po se këmbante zëdhënës apo shofer, nuk e këfuse në një në parlament, nuk i prishej puna Berishës. Ose kë nuk donte dhe e largonte, nuk i prishej puna për atë. Vendimi politik, qëndrimi politik ka qenë automat gjithmonë nga Berisha. Po them me bindje absolute. Edhe listat i ka filtruar, i ka firmosur ai. Basha thjesht e ka hedhur në të pastër që i thoshim dikur, që i bën një detyrë të shtëpisë pas ai. Me shkrimin e tij.